Mund të kemi e shihni si një sinjal pozitiv? Fatkeqësisht jo, sepse në vetë deklaratat e saj, ju besoj mbani mend vetëm pak kohë më parë, dha një deklaratë kur u pyet drejt për drejt nga zoti Fevziu në emisionin e tij, a keni një shpjegim, pyeti ai, për pse janë rrit kostot e ilaçeve? Shpjegimi ishte që jo, nuk e di, thashë, ndoshta nuk kam nevojë vetë për ilaçe, dhe nuk e di që u ka rritur çmimi. Është përgjigje kjo nga ministri i Shëndetësisë? Ajo e firmos listën e bardhave. E firmos ajo personalisht. Kaq do mjaftonte në një vend normal demokratik, ministri i Shëndetësisë jepte dorëheqje dhe largohej. Do ishte largu kryeministri. Diçi nga e paaft. Pra ti nuk e dike që çmimet e bardhave varen nga ministri i Shëndetësisë? Nuk e din kaq dhe ti mendon se pra neve le të shpresojmë që kemi të njëjtën smundje që do ketë ministri i Shëndetësisë, sepse ndoshta në këtë mënyrë mund të kemi një farë tutelimi për saj, po se pata atë smundje, harroi që ajo të ndihmon. Pse? Pra në këtë vazhdim ju mendoni që ndryshimet e ministrave në qeverinë edhe reformatimet aktuale që janë bërë nuk kanë për të ndryshuar vizioni është i rëndësishëm. Për ne është i rëndësishëm vizioni dhe misioni. Dhe nëse ju doni të shihni vizionin dhe misionin e një qeverie, shihni buxhetin. Buxheti i shëndetësisë, më i lartë sa kryeministri në 30 vjet, 35 vjet. Po patjetër, mos e shive. Më i lartë është se normal GDP-ja një shteti rritet me kalimin e kohës, inflacioni rritet me kalimin e kohës. Kemi edhe këtë ndryshim tash i euro-lek që na favorizon neve për karshia atyre. E përmendi shëndetësinë specifikisht, përveç sa më i lartë si buxhet, sa më i lartë i shëndetësisë si përqindje flas në raport me. Po ju jap unë përqindjen bazë, dhe po ju jap vetë se shihim. Unë nuk merrem shumë me fjalimet në politikë, merrem me veprimet. Edi Rama në 2013 pati premtuar që shpenzimi publik shtetësi do shkojë 5% e prodhimit brendshëm bruto. Dakor? Edhe për arsimin. Po. Dhe për arsimin. Po qëndroj këtu, meqense tash duke qenë mjek këtë shoh. Aktualisht është 2.78% e prodhimit brendshëm bruto. Në dhjetor vitit 2024 për buxhetin e 25-s, Partia Demokratike çoi amendament në parlament dhe kërkoi të shkojë 5% e prodhimit brendshëm bruto. Pra në fakt, premtimi vetë Edi Ramës 2013. E di çfarë bëri Partia Socialiste? E hodhi poshtë. Votoi kundër. 2.78. A e dini se 5% që ka qenë i saktë. Ishin alokuar për rrugën ndoshta. 5% që shpenzim publik për shëndetësinë është i saktë. Kjo është niveli dysheme që kërkon Bashkimi Evropian dhe kërkon Organizata Botërore e Shëndetësisë. Pra, 5% e sipër. Sa për krahasim, se s'du ta krahasoj me Gjermaninë, po krahasoj me Serbinë. Serbia ka 8.8%. Ne kemi për rregullakos 2.8%. Ata kanë 8.8%. Tash si përkthehet kjo? Se njerëzit s'e si përkthehet kjo ke xhepat e njerëzve. Na thot prapë BSH-ja që shpenzimi nga xhepat për shëndetësinë ka shkuar 59.7%, 60% afër. Me lart në vendet e Ballkanit. Dhe është në hipje. Po patjetër se nëse ti ul investimin publik, do shtohet investimi privat, pra nga xhepi im, se shteti kaq më mbulon. Se edhe këto para, se duket sikur na bën në nder ai. Neve na i merrmë. Ne ja japim nga taksa, e kupton? Thjesht është shpenzim publik, po joni është. Në fakt, zot Eli Mehmeti edhe për qytetarët është shumë e ndjeshme kjo pikë, në sondazhe të ndryshme që janë bërë pse ikin shqiptarët, shëndetësia është renditur ndoshta arsyeja kryesore, domethënë edhe sipër arsimit. Pra është një gjë shumë akute, shumë e ndjeshme sepse prek shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve. E njëjta gjë me epideminë e ikjes së doktorëve dhe shteti ka 3 shtylla bazë mendoj. Të cilat i ka ai dhe askush tjetër. Shëndetësi, arsim, siguri. Këto 3 elemente kyçe janë të shtetit. Shteti këtu shifet. Pastaj në burgje kemi investuar mjaftueshëm. Në burgje polici, se s'ka investuar shkolla. Po si investon në shkolla, do investosh në burgje pastaj. S'ke çfarë bën. Dakor? Investon në shkolla atje, shif se si mbyllen burgjet vet. Investotin në zhvillim të qëndrueshëm dhe shif që njerëzit s'kan nevojë të merren me kriminalitet. Mos bëj krime disa idiotësira, se Edi Rama i futi vet burg, mani mend burg thotë Edi Rama dhe tash ti javën e kaluar para 2 javësh filloi doli, jo po kemi shumë njerëz para burgit. Po kush po i fut? Ai e mbani mend ligjin e fundit që sapo miratoi, po parkove rradh dyshe futesh në burg. Domethënë, sipas Edi Ramës, Belinda Balluku ka mundësinë më të madhe të arrestohet nëse parkon dyshe, se sa po të vjedhë 10 milionave të eurove me rrugët.